Mos u mërzit kur njerëzit flasin pas shpinës tënde. Në fakt, merr frymë thellë dhe buzëqesh pak. Sepse nëse do të ishte e parëndësishme, askush s'do harxonte energji të përmendte emrin tënd. Njerëzit nuk shpifin për errësirën, shpifin vetëm për dritën që i verbon. Ata flasin sepse përballë suksesit tënd ndihen të vegjël. Ata trillojnë sepse realiteti yt i prek aty ku i dhem më shumë. Ata helmojnë fjalët sepse nuk munden të arrijnë aty ku ti po ngjitesh çdo ditë, me çdo luftë, me çdo plagë që ke shëruar vetë. E vërteta është kjo, shpifjet nuk kanë lidhje me ty. Janë pasqyra e frikës së tyre, e mungesës së tyre, e kufive të tyre. Ti thjesht u kujton atë që ata s'arritën dot të bëhen. Prandaj heshtja jote është armë, koka jote lart është përgjigje. Rrugtimi yt është dënimi i tyre më i madh. Mos e ul energjinë tënde duke luftuar me paltën e njerëzve që nuk kanë as guximin të të shikojnë në sy. Vazhdo ec, vazhdo krijo, vazhdo lulso. Sepse çdo hap që bën përpara e bën më të qartë një të vërtetë. Ti je e pashkëputshme, e pashmangshme, e pandalshme. Dhe ndërsa ata vazhdojnë të flasin, ti je duke u bërë gjithçka që ata betohen se nuk mund të bëhesh. Nëse mendon se dikush duhet ta dëgjojë këtë, dërgoja videon.